Gjithë, Lita. Tani, protesta është si kryetja e kokës. Domthonë e dora e di ku është sikleti. Dhe qytetarët e dinë se ku është sikleti, është Edi Rama. Dhe është parlamenti. Ata shkruan sot e parlamenti, se parlamenti bën sikur s'ka ndodhur asgjë. Ka 2 javë që qytetarët kanë dalë në shesh, në bulevard, marshojnë në gjithë rrugët e Tiranës. Parlamenti sillet sikur s'ka ndodhur asgjë. Miratojnë ligje, miratojnë amnisti, bëjnë debate, bëjnë cicmice, nuk dëgjojnë dhe ata deputet që ngrenë zërin si Eraldi apo si ndonjë tjetër në parlament. Kur opozita, Partia Demokratike, duhet ta bllokonte parlamentin për të ndërkombëtarizuar protestën, për të thënë ndërkombëtarëve, këtu nuk ka një shtet ndërkombëtarizuar është protesta, po. Supozoj. Mos o zot. Por nuk e bëjnë. Ja del do opozita të bllokojë parlamentin. Janë në siklet. Janë në siklet. Ato idetë për grevën e urisë, ato idetë për të bllokuar parlamentin, kanë qenë vetëm mashtrime, vetëm fjalë, sepse nuk e kanë pas kurrë seriozisht. Ja thonin vetëm militantëve. Dhe për t'i thënë dhe me metaforë Eraldit, që ata 2 daljet sekrete që ka kuvendi dalin nga PD-ja. Një është në katin e 3 të PD-s, një është një dalje te obori i PD-s. Aty del Rama në dalje sekrete. Del tek dritarja e Flamurit në kat 3. Sepse kanë provuar me 8 janar. Aty futen ata. Njëherë dalin futen në kuvend, njëherë dalin e bëjnë me 2 rrugë. Nuk i di këto hyrjet, them të drejtën tani. Po, daljet sekrete është nga PD-ja. Nuk e di ai ke figurative apo jo. Ki qenë në PD. Po kam qenë futesh në kuvend nga PD-ja. Jo, nuk e di. Të gënjej nuk e di. Tani. Ka qenë shupi aty dikur, ka qenë e ministrisë. Shtëpia e oficerave, po, shtëpia e oficerave. Dhe futesh në kuvend andaj. Biles futesh edhe në top. Ka pas një palçet sa që futesh atje. Por Edi Rama i do shqiptarët si numër të gjendjes civile. Nuk i do qytetar, nuk i do banor. I do vetëm për votime. As për zgjedhje, i do për votime. Sepse bashkë me ata çunat e Durrësit, çunat e Dubait, çunat e Spanjës, çunat e Shjakut, çunat e Shkodrës, me këta çuna, me këta bën votime ky. Kupton? Dhe i do vetëm si numër të gjendjes civile. Këta të rit i ka përjashtuar nga suksesi, i ka përjashtuar nga kapitali. Okej, dhe ata janë ngritur 1 milion lekë në muaj dhe nuk ju del, sepse inflacioni ju han pagën. Okej, dhe këtë e kuptuan në një moment. E kuptuan sepse nuk ja dalin më. Familjet nuk ja dalin më. Nuk kanë më para. Nuk ka më para. Dhe këtu suksesi më i madh është merresh me drogë. Këta kapitalistët e mëdhenj që ne i pam, ata që ndërtojnë kulla, e peti dosin e spaku çfarë ishte aty. Po si se pamë kemi diskutuar. Ajo rrezoi gjithë modelin ekonomik. Kjo tregoj që modeli suksesi që ofron ky njeri është Dubai. Janë çunat e Dubait, se ky nuk ka si model suksesi. Okej, më dëgjoj, Lita, arsye për të protestuar ka plot, pa diskutim, ka patur edhe më përpara kur nuk protestonin njerëzit. Po të marrë një letër në administrat duhet paguash, e kanë bërë. Pa diskutim, qëndrojnë të gjitha këto që thua ti. Tani kjo protesta, a mund ta rrëzoj këtë pushtet? Pra të dalim me një fitore kështu siç është? Protesta do kalojnë në demonstrat. Çfarë do thuash në demonstrat? Do shkojë drejt për radikale. Do shkojë drejt për plasjes. Dhe jo më radikale, do shkoj drejt për plasjes, sepse politika nuk po jep zgjidhje, politika po i përqesh, po i tall. Edhe po i procedon. Ardit Bido e shumë nga këta të çmendrit e PS-s, kupton? Mendojnë se mund të tallen me qytetarët e lirë të këtij vendi. Mund t'i provokojnë, mund t'i përçmojnë, mund t'i anatemojnë, kur vetë ata kanë probleme shumë dha me ligjen, shumë probleme me shumë drejt për plasjes si. Dhe nuk e di se ku e gjen guximin, t'ju thotë rinisë shqiptare që është rinia e Tiranës, rinia e pastër, rinia e shkolluar, me ato fjalë. Është një turp parlament që kjo që po ndodh në këtë vend. Dhe ata nuk po kuptojnë. Kjo është rinia e ChatGPT. Edi Rama është akoma tek penelat e kinostudios. Është akoma duke fërkuar me letër zmerili kokën e Enverit dhe Ramiz Alis. Ato e merr, e fërkon akoma. Mirë. Okej. Ato tik nervor kaj. Është një brez tjetër ky, të cilin nuk e kupton mbase as Rama, as Berisha dhe politikanët e vjetër, po. A do arrit t'ja pak hitajt?